meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atamu teslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderojmë të madhin Zot me falënderime të përzemërta që i takojnë vetëm atij. Lavdërime janë për Zotin ton dashur, Allahun xhelleshanu. Për profetin alayhis salam bëjmë salavat dhe mbi gjithë të njerëz ndershëm dhe të mirë që vazhdojnë rrugën islame deri në ditën e gjykimit. I vllai që mori është fjala për këtë imamin e Qabes që ka ardhur. Pa akoma e pritshim nesër për sabah dhe pati një lëvizje orari, po prapë që kalon portar nesër për ta vizituar xhaminë e Tabakëve për sabah. Kush nga xhamati këtu, nëse ka dëshirë, nesër për namazin e sabahut që është në orën 4:15 që falet me xhamat, do jetë dhe imami një nga imamët e Qabes që ka ardhur. Kush det për të ardhur për të qenë prezent, ndoshta mendoj që do flasi diçka të vogël, kuptohet se kohë sabahut xhamati do i çik gjumë mbrapa, po do duroj nesër. Edhe është mirë të jetë prezent. Thjesht për dëgju diçka e cila mund të jetë e re, ose mund të jetë një gjë që është mirë me dëgju përgjithsisht muslimanët, sepse ajo që më ka bërë përshtypje këto kohë, që kur ka ardhur ai për Bajram, është që ne muslimanë sot, si në shumë fusha që kemi ngelim klasë edhe për Bajram dhe kur fillon Ramazani. Fillojmë zihemi apo bëjmë debatet të pajustifikueshme, a filloi, as filloi, a u Bajram sot, a u Bajram nesër. Në fakt këtë radhë, disa e panë hënën, si që ishte puna me ne, pak të në këshu pretendohet në Turqi, kurse vendet arabe nuk e panë. Ato vazhdojnë dhe i ditë më shumë agjërimin, kurse ne, si që ka dhënë profeti, kur ta shikoni hënën, bëni Bajram. Turqia man përgjësin kryesore, sepse ato pretendohet që e shikojnë edhe me sytë lirë dhe me satelite, me radhë si mas rregullave, se s'është kjo musliman sot ka 101 sfida, rrinë meren a u bo sot apo u bo nesër, po elhamdulillah kjo është niveli jonë aktualisht. Po dolën shqiptarë që thanë jo, ta agjërojmë në i ditë, jo ta bëjmë sot, jo ta bëjmë nesër, kurse vetë ai është imam Qaben e madhnushme, vjen këtu dhe bën Bajram. Kështu që halli s'është ke feja, halli është ke kuptimi jonë. E dyta, se gjonat janë shumë interesante, po i dita Allahu xhelleshanu i zbardh. Gjonat janë drejta. Kush këtë punë e man me pastërti, do t'ja zbardhi i madhi Zot faqen. Kush e bon me dinakri, do t'ja nxi i madhi Zot faqen. Që do thot, ai është imam Qabe, edhe ka ardhur në Shqipëri edhe po jep mesazhe goxha pozitive, goxha paqe. Sa kishte dal, un kam frikë ta them, por kishte thon kush është i dhunshëm, s'është fare musliman, unë se them dot. Ne në Shqipëri se themi dot se hym gjinaf. Po ai e kishte thon drejt, hapur, kuptueshëm, kush është i dhunshëm, s'ka lidhje me Islamin. Kuptimin është i çike rënd sepse i bie të jetë jashtë Islamit. Por, ku dinakria, ku është saksia që dha Allahu xhelleshanu, është që ka njerëz që duke u bazuar në Arabi Saudite, japin mendime që këtu kanë sjell probleme.
Tani kur si merr nga imami Qabes, ku i marrin? Trojet tona kanë 25 vjet ka këtu. Do shta në Kosovë, në shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, vujnë dhe më shumë nga këto mendime. Kur imami Qabes qeka ka që ëmbël, ka që gojë ëmbël, ka që gojë mjalt, ka që i qartë, me këto mesazhe të paqes dhe të mrekullueshme, nga i morëm ne këto? Pse u bom rëmujnë në 20 e ca vjet? Pse çdo vit ne zihemi është Bajram, është Ramazan, kur ai erdhi nga atje dhe e boni Bajram këtu me ne, e ne zihemi me njëri tjetrin. Kujt i interesojnë këto punë? Kush ka qëllime të mbrapshta këtu? Kush po na futet neve në mes dhe do me na bo atentat, do me na bezdis? Ndonjë që këtë fejë që ne kemi më shpirt edhe në zemër me na e kthyn stres edhe në mërzitje? Imami Qabes do të thotë që në atë vend, siç është Arabia Saudite, të përzgjidhen, seleksionohen mirë, se zbohesh imam Qabje kur nuk din. Zbohesh imam Qabje nëse se din Kur'anin gjithë. Zbohesh imam Qabje nëse se ke mësuar fen mirë. Zbohesh imam Qabje pa thon dietarët atje. Tani imami Qabes vjen këtu, Allahu është i modh. Asgjë dhe gjethja zbjen nga pema. Vetëm me lejen Allahu xhelle shanu xhelle xhelalu. Atëherë nëse ai ka këto mendime kaq sakta islame, siç gjithë bota islame në fakti ka i marrin këto të tjerët që bëjnë nga tresa. Kjo do një analizë, në fakt. Kjo ka arkoha që musliman të bëhen më të zgjuar. Ne gjithmonë e kemi thonë dhe më përpara, edhe njerëzit e ndershëm po mundohen ta thojnë që këto s'janë për islamit. O vjen nga ignoranca jon, për shkak kulturës dobët që kemi, ose pastaj ka synime të tjera. Se islam do të thotë me i dhon tjetrit kënaqësi. Islam do të thotë mos me e bezdis tjetrin. Islam do të thotë ti jesh me merak që tjetrit mos ta shqetësosh. Islam do të thotë nëse s'ke mundësi me i bë dobi, mos i bën dëm tjetrit. Askujt, jo më vllajt musliman që jo motra muslimane, motrës muslimane. Dhe kur gjithë e kemi zezën mbi të barë që Islami është kështu, nuk duhet besoj më që dikush që bën të kundërtën e kësaj e ka një qëllim të mirë. Neve kemi një parametër, një standard për ta kuptuar njëri tjetrin. Kush mundohet me mish dhe me shpirt dhe me djers të paraqesi Islamin të pastër, të bukur, të rregull dhe të mirë, duhet nderu. Kush bën të kundërtën e kësaj, s'duhet më i dhon kur fare vlere. S'duhet më nderu, s'duhet më i fol mirë, s'duhet më i dhon kur fare gjëje që ja vlen. Prandaj, vëllezër motra të nderuara, kush ka mundësi nesër për namazin e sabahut, le të vi, nëse ka një keq kuptim, i flas xhamatit që është këtu, jo ato që mund të kenë ardhur sot. Edhe ato nëse duan le të qëndrojnë, po le të vi drejt për drejti, nesër e kemi këtu, unë do ta përkthej, edhe ju ta pyesni çfarë doni. Nëse dikush ka një keq kuptim, apo ka një diçka që se ka kuptuar mirë, apo ka menduar se ne vjen ai fetva me kriju probleme në Shqipëri, nesër një nga imamët e Qabes, imamët e Qabes atë janë nga njerëzit më të njohur në botën islame. Në fakt, kam njoft që përpara, kur kam qenë atje, që Shuremin, Sudesin, kanë qenë kollozët e mëdhej të Qabes. Ku ndote Sudesi e ndote Shuremi kanë qenë dy imamët e mëdhej të hershëm, kanë nga 30 vjet imam Qabje, e trondisin Qabën e mallnueshme, dhe unë kam nostalgji të madhe shumë. Ky që ka ardhur tani është i ri. Kurse ato e kanë pas mbush Qabën me lot. Kishte raste që u dukte sikur kishte ndodhur në një xhenazi, jo sikur ishin njerëz në Qabë, ai shumë kur u bëjnë ato duate namazit natës apo duate Ramazanit. Qabja ka veçanti të madhe. Ky imam që ka ardhur tani është më i ri se sa ato Sudesi dhe Shuremi, dy imamët e vjetër të Qabes janë akoma, po kuptohet Qabja është xhamia e madhe dhe ka shumë imam. E rëndësishme, ju begatofti madhi Zot, është që vetëm durim
se urikum ajati fela testajilun, do t'ja u shfaq thot argumentet e mia, mos u nxitoni. Ai që na del neve si detyrë është që të pranojmë mirëkusuret që kemi, mos nxitohemi, të bëjmë durim, të tregojmë të mençur, sepse gjërat vijnë gradualisht. Edhe zbardhen. Kush ka ai keq kuptim, vjen nesër dhe e pyet. Edhe sqarohet, edhe vazhdon jetën e butë, paqshme, të mirë, të këndshme islame derisa t'i dalim Allahut xhelleshanu përpara. Tani i kemi marrë pak kështu si shtrut, sepse vapa e madhe bën veten. Sot jemi më të fuqishëm mas Ramazanit. Elhamdulillah, e mbarumi detyrë të madhe. A na ka pranuar Allahu xhelleshanu nuk e dim. Por shpresat janë nga i madhi Zot. A mbaroi Ramazani, mbaroi Islami? Jo, Islami vazhdon, Kurani vazhdon, Islami është gjithmonë. Ramazani mbaroi. Kush ja bon Allahu marr, i shton 6 ditë e Shewalit. Kush e shikon të vështirë, i ka synete, nuk i ka obligative. E kështu vazhdon jeta derisa të vi koha me dal para të Madhit Zot, i qofshim fal. Por ne, nga që temperaturat janë të larta, do e marrim shtrut edhe hutbën do ta kemi më të shkurtër, sepse edhe unë që flas e kam më të vështirë, po edhe njerëzit që janë prezent, qoftë brenda që bëhet masivitet, po edhe ato që janë në borë akoma më shumë. Kështu që besoj koriku dhe gushti do të jenë të kësaj natyre, pastaj Allahu xhelleshanu bjen vjeshtën, bjen freskun, edhe fillojnë gjërat shkojnë më mirë. Ne që jemi të falë gjuman, themi gjithë këtë diell, ato që janë plaç thojnë shqyr. Hajde gjeja robit, ca kështu, ca ashtu. Ne që jemi këtu, themi shqyr. Jo për vapën, shqyr që si jemi atje, se atje o bela e modhe. Plazhi është i lejum, po ku? Ka një ves femrat atje, zhvishen 99.9%. Fakt është e jashtë natyrshme dhe vetë ajo se din ç'po bën, se më i thon që pritej mik në shtëpi ashtu siç zhvishesh në plazh kur thot se o turp, fëmia atje çao. Kështu që doj çik terezike o punë, po ka shku keq. Me vazhdu në i qik thot që e ka i prapambet ky. La ilaha illallah. Zoti na rujt. Kështu që elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu t'i qofshim fal, vëllezër motra të nderuara. Do flasim disa pika të shkurtra derisa të na lejoj koha për profetin Muhammed alayhis salam, se ne po flasim për profetin, po kur gjos kemi fol. U bona 3 xhuma më duket, vaz unë e shtyr kështu, dali herë ke imam i Qabes, se kështu që derisa se duhet të jetë çik fresk kur flasim për profetin, se profeti alayhis salam ka histori të madhe, ne thot Allahu xhelleshanu në Kur'an taksative, s'kemi ku shkojmë fare. Ky ajet na ka kufizu këtu. Kush del jashtë saj s'bën hajër më. Çfarë thot Allahu i madhueshëm suratu Ali Imran? Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thot nëse pretendoni që e doni Zotin. Gjithë njerëzia, shumica e njerëzve në botë, rreth 80 deri në 85% besojnë Zot. 15% janë ateistë. I qik me i gërmun shpirt, besimtar dalin, po theme kanë këshu e kanë kthy si trend. Po 85% me sondazhet që janë bërë, statistikat që dalin, janë që e besojnë Zotin. 15% thonë s'besojmë. Pak me i gërvisht, aty e kanë Allahun. Zullumqari më i madh i kësaj bote, faraoni beson te Zot. Me gojë jo. Edhe shejtani beson Zot, me gojë jo. Milës i thotë dhe tjerëve mohojni. Dhe Musa tregon në Kur'an i tha ti e din o faraon më që këto argumente i zbriti Zoti gjithësisë, për leje këtë punë, po s'po të le pushteti, s'po të le leku, s'po të le që i ke sklavëru njerëzit. S'po don të thush që ka i Zot që duhet më u drejtua ti, se e ke po veten Zot në tokë. Dhe po thej që ka i Zot ti duhet më u bë si gjithë tjerët, se s'e ke mo Zot. Ktu ishte problemi, po jo se s'besote ai. Plus si besote sepse ai s'kishte kriju kur gjë nga ky univers, po e dyta argumentet e Musës ishin të qarta. Por interesat që ai kishte nuk e lejonin atë që ai të pranote Islamin. Thot i madhi Zot, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qofse pretendoni që e doni të madhin Zot, dhe ne ashtu themi të gjithë.
Bile za ato që i përkasin feve tjera, ose që besojnë kështu vetëm Zot, po nuk janë përcaktuar, thonë e dum Zotin. Sepse i logjike vogël ty të çon që me besu të madhin Zot. Por Kurani thot fattabi'uni yuhibbukumullah. Tha ndiqeni rrugën e profetit tim t'ju duhen juve. S'ka jetë më të qartë, s'ka rrugë tjetër më. Prandaj kanë rënë dakord gjithë ulemat dhe dietarët e Islamit që nëse don që të doj i madhi Zot dhe të quhesh rrugën e drejtë, ka vetëm një rrugë, s'ka i 10, s'ka i 100, s'ka i 1000, s'ka filozofi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Tha ndiqeni rrugën e profetit tim, edhe ju don juve i madhi Zot. Pra profetët përgjithsisht kanë ardhur rruga me na tregu rrugën, ato vetë kanë zbatuar të parët, edhe na kanë treguar neve rrugën e të madhit Zot. Neve, duke ju largu filozofisë, mendimeve të teprume, nuk na shkon, nuk na ka hije me bësi të hutuar, sikur shpondodh, jo, duhet me qenë qartë, duhet me ndjek rrugën e profetit Muhammed alayhis salam. Prandaj historia e tij është shumë e rëndësishme. Unë e du Zotin, po si du unë. Ty s'don Zoti, duhet mi thonë, ç'a të bëjmë? Kështu ka thonë Kur'an. Ka thonë, ndiqeni rrugën e profetit tim t'ju dua. Pra rruga që afroheni tek unë është kjo, në këtë formë është kusht. Unë e du Zoti, po kështu. As falem, as agjëroj. Mbaroj unë për Zotin. S'të doni madhi Zot kështu. Kështu, kjo është me mashtru vetë. Dje ishte Gjermani në Francë, e du futbollin, po se pash neshje. Nuk të shkom, nuk të beson njëri. Jam tifoz i çmend me gjermanët. Ku ishe dje kur u bën neshja? Jo, isha tu bëj xhiro kështu. Çe gjerman çdo ti nuk e ke. Apo francez, po shumica shqiptarëve janë me gjermanët, jo me francez. Pa i ngel hatrin e italianit. Po u me qin jam, me atë që lu më mirë, jam realist. Kur shikoj futbollin, edhe me qenë me një ekip, kur lut teatri më mirë, them, ta e kanë hak e Allahu xhelleshan. Pa e bëj dhe i qik mos mërzit xhamatin, se ca janë me një ekip, ca janë me një ekip tjetër. Po morin i natë. Duhet me ndjek rrugën e Muhamedit alayhis salam. Prandaj dhe historia e tij që ne po e përmendim gradualisht, është histori e madhe. Dhe profeti alayhis salam, vëllezër motra të nderuara, i erdhi shpallja nga Allahu xhelleshanu dhe ne kemi folë që Waraka ibn Naufel ja shpjegoi që ti je profet. Ty të ka ardhur Xhebrail Emini që i ka ardhur Musas me Teurat. Dhe i tha, si kur ti isha unë i ri, do të ndihmoj aty. Po profetin atë kohë s'kishte nevojë. Dhe i tha, për çfarë do më ndihmosh? Tha, do vi koha që do të luftoj populli jot. Tha, mu, njeriu më i respektuar në këtë kohë në Mekë ishte profeti alayhis salam. Populli vetë e donte aq shumë dhe e respektonte aq shumë sa i thoshte Emin, besnik. Pra nëse bite i bisedë në popull për njeriu më të mirë, ta ti vendi thashë Muhamedi është. Besnik, i sinqert, i thjesht, modest, i moralshëm. I edukum familje, respekton farefisin. Sa ka mundësi, se s'ka qenë i pasur e për krah jetimin dhe të varfrin. Kur s'ka bërë dëm ke komshiu. To cilësitë e mëdha që i kanë pas gjithë profetët. Dhe i tha Waraka ibn Naufelit, mu do më përzej popullim, u shkoj shkëlqyshëm. Tha, o Muhammed, askush nuk ka ardhur me këtë që ke ardhur ti. Nga profetët përpara teje, vetë se populli i vet i ka luftu. Se janë prish interesa. Mekasit ishin të parët, ato paria. Dhe nuk do ishin dikush t'i dilte përballë, edhe t'i thoshte gjë tjetër nga ajo që i prishte interesat atyre. Kur u bënte haxhi fitojshin lek, autoritetin e kishin, njerëzit gjithë i pranojshin si të parë, i kishin robëru ato që kishin robëru, kush ishte më i fortë e shtypte atë që ishte i dobët. U paraqitshin kështu si i far burrash, po pa bosht, po u paraqitshin kështu pamje të jashtme sikur çishin, dhe s'do ishin askush t'i thotë diçka jashtë kësaj, ky ishte trendi i kohës, modeli i kohës. Allahu xhelleshanu ai ishte kokot. Sepse i kohë që se ka Zotin, është e falimentuar. I kohë që nuk e ka të madhin Zot, veprat janë kthyer plur. Vetëm fjala la ilaha illallah dhe veprat që janë në emër të këtij Zoti, vetëm këto shënohen. Tjerat shënohen dhe kthehen plur. Ishin dy motra muslimane devotshme. I tha njëra tjetrës, i thanë, qofse vdesun para. I tha njëra prej tyre, tha, unë do t'i lutem Zotit atje, që të shfaqem në ëndër dhe të them ç'a ndodh atje.
Por motra ime i thatë begatofti madh i Zot dhe ti po ndrove jetë përpara. Lutju ti Zotit atje, që të shfaqesh në ëndër më thush, më lajmërosh diçka nga gajbi, nga e fsheta. Edhe vdes njëra prej tyre. Mbasi farkoi i del në ëndër. Tha, çfarë pe andej? Tha, pash që vetëm fjala subhanallah i pat meta i Allah. Apo se subhanallah ka disa kuptime. Kuptimi i parë është që i Zoti është i pat meta. Dvje shejtani ty, se këtu lun shejtani shumë dhe subhanallah i jep shuplak shejtanit mallkum. E largon shejtanin e mallkum. Largon çdo vezves, e le jashtë fare. Subhanallah do të thotë i pat meta je i madh i Zot dhe çdo vezvese që të vjet ty në emrin e Zotit, se shejtani i bën shumë dhe trive në veçanti, po Zoti kështu, larg i mallkum, subhanallah, i pat meta o Zoti, po jo Zoti kështu, jo Zoti është i pat meta, jo Zoti kështu, Zoti është i pat meta. Dhe gjitha goditjet e vezveseve që bën ai, ti me vetëm me fjalën subhanallah i rrezon. Çfarëdo që do të bija i ty në memorien tënde, vezvese që i bën ai, ti i largon vetëm me një fjalë subhanallah, Zoti është i përsos i pat meta. Dhe do të thotë dhe i lartësuar dhe i madhëruar shumë sa askush tjetër. Dhe kjo i tha vetëm fjalën subhanallah, vetëm një fjalë subhanallah, që Zoti e ka gjetë më të mirë se gjithë bota dhe çka në brenda saj. Pra gjitha pronat, gjitha pasuritë, gjitha xehet, gjitha kënaqësitë dolën bosh atje. Vetëm një fjalë që e gjeta, që e kishte thonë në jetën e vet, ai kishte thonë shumë herë, po vetëm një herë subhanallah, ja kishte quajtur Zoti më të mirë se gjithë, pse në fakt ashtu është. Ne kur vdesim s'marrim gjë me vetë. Duhet me kuptu këtë tashmë ne si musliman, si muslimane. Muslimani nuk është tafmaqar dhe muslimane se e din, e mendon që do vdesi. Këto që janë tafmaqar mas dynjas, mos ja përmend vdekjen se bëhen keq. Ne nuk rrehemi, ne e ka ndaj madhi Zot, vetëm një është i përjetshëm, i qofshim fal. Vetëm një është i përjetshëm. Një nga emrat e Zotit është El Hayyul Qayyum, i gjalli dhe i përjetshëm. Çfarë është mas atij i lartësuar qoftë, duke na futur edhe neve, e vdesim. Pra atëherë, nëse do vdesim, tafmaqar s'duhet me qenë, lakmiqar s'duhet me qenë, intrigant s'duhet me qenë, mashtrues nuk duhet me qenë. E profeti alayhis salam me këtë koncept madh erdhi. Si jetohet në këtë botë derisa të japësh shpirt, çfarë ndodh mbasi të japësh shpirt, nuk e la Kurani as i detaj. Fa amma in kana min al-muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Qofse kur jep shpirt thash nga të afërmit e Zotit e ka xhenetin, kënaqësinë dhe lumturinë. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Qofse është nga ato, jo të gradës lart fare, po nga djathit, nga njerëzit e mirë, paqja qoftë mbi to Muhammed. Wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fa nuzulu min hamim wa taslihatu jahim. Qofse është nga kriminalët, zullumqarët, ato që nuk e deshën Zotin, e luftun fenë e Zotit e me radhë bon zullume mbi tokë, ato kanë xhenemin. Zjarri i madh, thotë është ai. Madhëroje, lartësoje Zotin tonë të madh, se kjo është ajo e vërteta e sigurt. Tjerat janë gjithë gënjeshtra. Shive, madhëroje Zotin tonë lartësuar dhe të madhëruar, se kjo është ajo e vërteta e sigurt. Pra Islami, tjerat pastaj janë gënjeshtra. Tjerat janë që gënjejmë në njëri tjetrin derisa të japim shpirt. Kurse ai që ngel është besimi i. Me këtë erdhi Muhamedi alayhis salam që nuk i pëlqeu. Tha mu do më nxjerrë popullim, mu do më largoj popullim, unë me ato shkoj mirë. Tha o Muhammed. Waraka ishte studius i librave të mëparshëm, i Teuratit, i Ungjillit, i Zeburit. Tha o Muhammed. Tha ty do të nxjerrë popullim dhe do të luftoj. Të kisha qenë unë i ri, se e besoj Islamin dhe e besoj profetin. Tha të kisha qenë unë i ri se ishte në moshë dhe ka vdek shumë shpejt mas saj. Tha të kisha qenë unë i ri, do të ndihmoja me zemër dhe me shpirt. Profeti alayhis salam tregon pastaj që e ka parë në ëndër edhe ai ishte në xhennet. Waraka ibn Naufal, i sinqert, dhe ai ia dha orientimin e parë profetit alayhis salam për çfarë u bënte fjalë, mbasi i foli Xhebrail Emini. Profeti alayhis salam 3 vjet, vëllezër motra të nderuara, 3 vjet shive zjarësinë e fesë. S'ka gjë më të keqe musliman naiv. Musliman si çuditsh. Musliman si shikon pikurtësie. Musliman as i lloj zjarësie. As i lloj mençurie. As i lloj vizioni, as i lloj kuptimi, si i hutum, pse të begatofti madhi Zot ty kështu? Kjo fe zjarësinë ka parim kryesor, mendjen e vlerëson pafund. Kjo ka parim shpesh herë e felat aqilun, a nuk logjikoni, a nuk perceptoni thot Kurani, a nuk analizoni, a nuk meditoni.
Është gjinafi madh. Kjo dhuratë e madhe që quhet mendje, muslimanët e kanë vënë gjumë. S'ka dramë më të madhe se sa kjo. Profeti alayhis salam 3 vitet e para, duke pa vështirësitë e mëdha që do i lindshin, 3 vjet i ka thirrë njerëzit në fe fshetësi. Asnjëherë nuk ka dalë me thonë që unë jam Muhamedi i dërguar i Zotit, ai është një vetëm, idhujt keqapja janë gabim. 3 vjet s'e ka thonë këtë publikisht, po i shikonte njerëzit avash. Ebu Bekri shikonte njerëzit si puna e bashkëshortes Khadijës, Aliun që kanë qenë nga të parët radhiyallahu an, e më radh. Shikonte ku mund të kultivote besimin islam, pa bo fitnen, pa bo rëmujën, pa u kriju problematik. Ne muslimanët ku ta gjejmë themi i fjalë që të zihemi me tjetrin. Pse vlla? Pse motër e nderuame? Kush të mësoi këtë fe këty? Kjo s'është islame. Kto mos ke mësuar ai gjë tjetër, po islam jo. Sot ne ku ta gjejmë një që të përplasemi ateistin, kristianin, hebreun, laikun, kushdo qoftë. Në vend me gjetë ti një bisedë që të shkojmë fund me logjik, me mençuri, me durim, ku të gjesh fjala parë, hajde zihemi. Ti kështu, ti qafir, ti shirk, ti kështu, çudirat mëdha bëjmë ne. Hasha lillah. Profeti alayhis salam vetëm mos u krijote rëmuja e madhe në Mekë, sepse tashmë me mençurinë profetike e kuptoi, 3 vjet si ashfaqi i folte Ebu Bekrit. Ati që i folte i thote mos e fol me dikon. Zoti ma ka shpallin hyjnore, po unë nuk dua që njerëzit ndikohen dhe të ketë probleme. Dhe herën e parë që ka dalë publikisht, ka dalë prapë me fisin e vet. Doli edhe i thiri gjithë se fisi ishi i madh. Dhe i thiri gjithë xhaxhallarët, i thiri njerëzit që kishin autoritet. Dhe mendoj prap jemi ke logjika. Mendoj si ti thras, çfarë ti them që të mbesojnë. Shumë e vështirë ishte situata. Edhe meditote profeti alayhis salam se si të shfaqte Islamin sa më të qartë, sa më të bukur që ta besojshin njerëzit. Jo me fol pa menu. Po i largojmë njerëzit nga feja, pse s'menojmë? Pse s'ja themi an kur duhet më ia thon, po i themi zhën të parën. Vend me i thon në klasën e parë, i themi doktoraturën, që ne vetë ndoshta se zbatojmë. Na shohin njerëzit ç'fe çuditshme qeka dhe ikën në anë tjetër. Na mungojnë neve këto gjëra. Dhe profeti alayhis salam meditoi, çfarë ti them? Dhe më në fund doli me një konkluzion. I mlodhi të gjithë. I erdhën takim dhe i tha o njerëz, qofse unë ju them juve, dhe ishte kodër atje, masa asaj kodër është një armik që don me na bën neve dëm. A më besoni ju mua apo jam gënjeshtar? Prova. I thanë ato, o Muhammed, ku ke gënjyna jertin jetën tënde? Qofse ti na thu neve që në basa asaj kodre po vjen një armik me ju bot dëm, me ju vra e me radh, ne të besojmë ty 100%. Tha në rregull. Atëherë tha mbasi ma vërtetut vet, qive, hap mas hapi, mas 3 vjetësh, qofse ju ma vërtetut, që më të vërtet, unë nuk gënjej, po ja u them një të vërtet absolute. Tha unë po besoj se më ka shvall i madhi Zot që është një dhe një vetëm, unë jam Muhamedi i dërguar atij. Zullumqar më i madh në atë mezhlis ishte Ebu Lehebi. Tha, mallkum të qof dita që të ka ngel Muhammed. A për këtë na mlodhet i neve? Kush je ti? Edhe iku e shkatroi atë tubimin. I madhërishmi dhe unë mbyll me këtë, u hidhru shumë dhe hasha lillah më u hidhrua i me dikon, e shkatroi. Te bet jeda Ebi Lehebi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla an-nar dhat al-lahab. Tha shkatruar qoft, i tha i profeti shkatruar qoft dita jote, që të kanë bet. Tha i Zoti i gjithësisë, jo, Muhamedi është në kujdesin tim. Shkatruar qoft shti Ebu Leheb, i madhi Zot. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tha nuk i bën më dobi këtij njeriu. Tha i madhi Zot, ai që ka kriju gjithçka, as pasuria, as pozita, as pozicioni, as familja, as shumë fëmijë që i ka. Se yasla narën dhat al-lahab. Do ta djeg në zjarr të fortë shumë. Dhe vëllezër motrë nderuar, kalum vitet 11 vjet. Shumë nga ato që se kuptuan Islamin në fillim u bën musliman. Omeri u shkoi për ta vrarë profetin dhe u bë musliman, dhe të tjerë shumë. Khalid ibn Velidi kishte vrarë musliman dhe u bë musliman. E shumë tjera raste. Këtë që e përcaktoi Kurani, s'lujti presja më ke kjo. Ebu Lehebi me dash kishte thonë vetëm sa për të thonë jam bë musliman dhe e nxirrte Kuranin gabim. Nuk e la i madhi Zot më. Mas 11 vjetësh kur ka dhënë shpirt, prap armiku madh i fesë islam. Kush i del përballë Islamit,
dhe i hidhrohet Zoti Xheleshanu u shkatru. Neve na pafti madhi Zot me të mira. Kush është në fe islame tamam, Allahu e begaton nga të gjitha anët. Dhe ne këtë presim, Zoti ju begatoft. Aqulu ma tasmi'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt, edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.